Vetëm 6 ditë pasi kishte marrë detyrën si drejtori i Spitalit të Dibrës, Rushdi Deda është përballur me kërcënime dhe përndjekje të vazhdueshme nga ish-drejtoresha Irini Shehu, e cila ishte shkarkuar nga detyra pasi kishte goditur me sende të forta ekonomistin. Sipas dosjes hetimore të prokurorisë, përmes të cilës Shehu ndodhet në masën e arrestit në shtëpi, Deda e kishte thirrur atë në zyrë me qëllim për të marrë sendet personale, por aty është zhvilluar një debat mes tyre. Mote akuza zbar tensionet dhe diskutimet në grupin e WhatsAppit Partisë Socialiste, ku Shehu ka nisur me ofendime ndaj Rushdi Dedës. Provo dhe thuaj u dhe njëherë koordinatorëve që sa kohë merren me Irini Shehun nuk do të fillojnë punë në spital dhe do të shohësh ty të bëhet me Schengen hyrja në spital. Lexoje mirë këtë SMS, është njëri prej mesazheve. Sipas drejtorit Rushdi Deda, përndjekja ka vijuar edhe ndaj bashkëshortes së tij, e cila ndodhej në muajin e 9 të shtatzanis. Në dosje thuhet se përmes një adrese në rrjetet sociale Irini Shehu i është drejtuar me fjalët "kujdes burrin pasi futen shumë në zyrë dhe i ringjat". Nuk kanë munguar as mesazhet në orën 4 të mëngjesit përmes rrjeteve sociale, ku thuhet se ka pasur përmbajtje denigruese dhe shantazhuese. Siç mëson Ora News, një tjetër episod ka të bëjë më datë 22 prill, ku sapo Rushdi Deda kishte dalë nga një mbledhje e Partisë Socialiste, Irini Shehu i është drejtuar me fjalë ofenduese në prani të gjithë koordinatorëve. Pas administrimit, kallëzimit dhe mbledhjes së provave, policia ka vepruar ndaj saj ndërsa gjykata e ka lënë në arrest shtëpiak.